Shpënduri, e dikush për mua, e dikush ishte pika më kryesore e rezolutës si gazetar, fakti që për herë të parë një rezolut flet për censurën e tmerrshme që po ndodh në mediat shqiptare. Dhe jo mediat private, por mediat të cilat kanë licenca publike. Pra që do thotë që nuk janë, që janë edhe sepse do të sqarojnë që edhe mediat private, të cilat kanë licenca publike, kanë detyrime ndaj publikut për një informim të panshëm. Qëndrimet, pastaj hajde të diskutojmë, po të paktën çfarë është ngjarje, çfarë është lajm nuk mund të censurohet. Dhe këtu jemi në pikën që këtu mediat me licencë publike censurojnë 12 qeveri të Bashkimit Evropian. Këto media pastaj që tamtamojnë gjithkohës premtimin e Edi Ramës. Gjë që nuk e bëri as vetë kryeministri Edi Rama, sepse ai sot komentoi. Sepse ata e komentoi dhe rezolutën. Po sot qytetarë shqiptar morën vesh mbas 2 ditësh, ato që ndjekin vetëm këto media dhe nuk ndjekin syrin, po themi këto media të tjera, që është miratuar një rezolut. Sepse sot pa diskutim që këto mediat mund përmendin që ka një rezolut dhe u desh në pikërisht pra reagimi i Ramës dhe halli i tij i madh që është brenda në atë rezolut për të reaguar. Problemi është çfarë ndodh me rezolutën, çfarë është kjo rezolut. Unë realisht e besoj fort që kjo është një rezolutat më të ashpra dhe më dramatike, se për te ashpërsis është përmbajtja dhe kontenti asaj që është vërtet kritik. Dhe s'ka ndodhur ndonjëherë në kohë fushate elektorale, aq më tepër në afër zgjedhjeve. Aty flitet me pikat e qarta pa e kujvokë, ndryshe nga këto progres raportet që janë me lajle lule, me këto raportet e zakonshme. Fjalë përgjithshme. Ai fjalë me konkrete. Aty thuhet që Shqipëri bandat janë angazhuar për llogaritë qeverisë për të blerë zgjedhjet. Aty thuhet që qeveria po përdor administratën për të blerë zgjedhjet dhe po intimidon administratën për të votuar për llogaritë saj. Aty thuhet që mediat me licencë publike censurojnë aktivitetet e opozitës dhe promovojnë sigurisht vetëm agjendën e qeverisë. Dhe pika më kritike, përveç pastrimit të parave, përveç përfshirjes së krimit jo vetëm në zgjedhje por edhe në ekonomi, ka një gjë tjetër. Praktikisht ajo është përshkrimi një narkoshteti, i cili ka edhe pikën e vetë më kulminante të gjitha rezolutës, që i thot Shqipërisë. Sigurisht i thot Edi Ramës, po në fakt i thot Shqipërisë, sepse Edi Ramës sot është, nesër nuk është, i thot nëse ti prek zgjedhjet, dhe ky ishte mesazhi bazë i rezolutës, Shqipëria nuk ka vend në Bashkimin Evropian. Dhe prandaj zoti Berisha, duke nisur nga kjo premisë dhe besoj nga kjo pikë e rezolutës, e patë nevojshme që edhe një herë se ndonë ta sjell para publikut duke kërkuar një konferencë të jashtëzakonshme dhe duke detyruar dhe ata emitent publik të cilët e kanë censuruar rezolutën ta replikojnë dhe ta prezantojnë për publikun shqiptar. Ndoshta sepse le të jemi realist, Klodi, në ndryshim nga çdo palëzgjedhje të shkosh drejt ditës finale, po themi, përballë një makinerie